Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet, dinamikat dhe diskutimet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Dua të analizoj një ngjarje që në fakt nuk më ka tronditur vetëm mua, por e ka tronditur të gjithë opinionin publik shqiptar. Dolce, natën e mbrëmshme, ju i keni parë videot më sepse po bëhen virale nëpër të gjithë rrjetet sociale, ka kërcënuar Albën në festën e madhe që vllau i madh kishte përgatitur për banorët. Pas gjithë atij manifestimi, pas gjithë atij momenti të bukur, pas gjithë asaj kënaqësie, Dolce, siç duket, e ka marrë me shumë inat afrimitetin e Albës në marrëdhënien e Dolces, domethënë në marrëdhënien që ajo e krijon, dhe siç duket po dëshiron në të gjitha format, në të gjitha mënyrat ta largon nga Limi. Tani pyetja ime është kjo, deri ku mund të shkon djallëzia e një vajzës? Deri ku mund të shkon inati i një vajzës? Deri ku mund të shkon mlefi i një vajzës në këtë rast? Domethënë Dolce, lëre që një herë ja mori të dashurin, lëre që po e provokon Albën në të gjitha format, edhe pse në shumë komente shoh që Alba dhe Limi këtë e kanë marrëveshje, Alba dhe Limi këtë e bëjnë në kuadër të interesit të tyre, Alba dhe Limi përfitojnë nga kjo gjë. Unë mendoj që sa do marrëveshje që të ishte, do të vinte një pikë që femra, në këtë rast Alba, nuk do të toleronte që të denigrohej kaq shumë figura dhe imazhi i saj, njëherë pikëspari në sy të banorëve brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe më pas jashtë saj. Nuk është e lehtë të shohësh mashkullin tënd, qoftë edhe për lojë, duke u puthur, duke u përqafuar, duke u ledatuar, apo edhe duke marrë kërcënime nga ana e partneres së tij. Natën e mbrëmshme Dolce i tha Albës që do të ngjisë për muri. Dhe çuditërisht, domethënë, Olsa Muhameti si producente, apo qoftë edhe Alaudini si drejtor që është i këtij formati, nuk patën asnjë lloj reagimi merrsarftëzi. Domethënë situata u hesht, nuk u komentua fare dhe gjërat vazhduan sikur të mos kishte ndodhur asnjë gjë. Tani pyetja që unë po bëj është kjo. Okej, luftojmë për klikime, duam të marrim vëmendje, duam të marrim shikueshmëri, por çfarë duhet të ndodh më në këtë shtëpi që domethënë produksioni të bindet dhe të kuptojnë që Dolce është gabim dhe po bën gabimin më të madh të mundshëm, apo është e gjithë skena e inskenuar nga produksioni, sepse natën e mbrëmshme Dolce hyri një herë në dhomën e rrëfimit së bashku me Limin, qëndruan në dhomën e rrëfimit dhe kur dolën nga dhoma e rrëfimit, filluan që t'i bëjnë ato skena të neveritshme në festën e Big Brother. Unë do ta kisha mbështetur Dolcen dhe pse unë në fakt kam qenë pak skeptik në komentet për Dolcen, domethënë unë gjithmonë komentoj lojën që ajo po bën, nuk më intereson privatësia e saj jashtë, por që në momentin e parë kur Dolce hyri brenda në shtëpi, domethënë formën e saj për t'u ngjitur në lojë e kishte këtë provokimin me trupin e saj, me pamjen e saj, domethënë provokonte meshkujt, por vëmendjen Edi t'ia mori atëherë që në fillim, nëse do të bëjmë një analizë që në ditët e para. Dhe Dolce nuk është se ka ndryshuar rrugtim. Dolce nuk është se ka dhënë diçka për atë shtëpi, nuk është se ka bërë namin për atë shtëpi, po domethënë thjesht nuk është se po bën gjën e duhur, nuk është se po bën lojën e duhur dhe nuk është se po kënaq publikun e saj, përkundrazi, domethënë ka krijuar një iritim jashtë. Unë mendoj që loja duhet të stopohet deri këtu, ndodhi ç'a ndodhi, jemi gjithçka në rregull, por marrëdhënia mes Dolces edhe Albës po shkon në personale. Tani nga ana e Albës është me shumë të drejtë edhe në qoftë se i thot ndonjë fjalë Dolces,
edhe në qoftë se e rëndon dolçen sepse fundit është dolçe ajo e cila ka prekur në gjën e Albës. Domethënë është dolçe ajo e cila ka prekur në 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 shpirtin e saj. Domethënë ja merr të dashurin, por në asnjë mënyrë nuk mundemi të arsyetojmë dolçen duke i thënë Albës që do të ngjisë për muri. Unë mendoj që është kërcënim dhe ne si analist të kësaj loje, si komentues, nuk duhet i tolerojmë këto gjëra, sepse ka ca rregulla Big Brotheri që pikërisht një Big Brotheri duhet i respekton ato rregullat dhe më pas domethënë secili banor duhet merr atë që meriton. Se realisht më vjen shumë keq për Albën që lëre njëherë që ja ke marrur të dashurin, po e shkatron shpirtërisht, po e dëmton shpirtërisht, domethënë po ja ul vlerën shpirtërisht, po lëre tashi edhe e kërcënon. Unë uroj që nesër mbrëma të ketë një lloj reagimi nga produksioni, në qoftë se jo nga produksioni sepse mund ta kenë dolçen të preferuarën e tyre pasi që e çuan në Itali, pasi që bën lojën me të, mund t'jetë edhe gjitha kjo një skenar, ëh, siç e thash, domethënë nuk mund të vëmë kokën në zjarr që themi se gjërat janë spontane. Aty mund të krijohen skenare, mund të krijohen lloj-lloj gjërash, por nuk është e bukur që në asnjë lloj forme dhe në asnjë mënyrë të tolerojmë që një vajzë, domethënë, të kërcënon publikisht një vajzën tjetër në një format siç është Big Brotheri. Kërcënimi ishte i dukshëm, edhe pse nuk është folur nga produksioni, por unë uroj që kjo gjë të flitet. Tani, Dolçe ka inatin e saj sepse ndoshta edhe ajo shpirtërisht e ndjen që Limi po luan me të, edhe pse Dolçe e tha në dhomën e lavanderisë kur po bisedonte me Londrimin që unë nuk kam marrëdhënie me Limin, unë nuk jam e dashura e Limit, domethënë e la të kuptueshme që unë nuk ndjej për Limin, por është ajo pjesa që unë e kam thënë më herët nëse keni ndjekur videot e mia që Dolçe më së shumti i hakmerret Albës, sepse që në momentin kur Alba domethënë e lagu me atë sprejin e famshëm apo me atë ujin që ishte aty brenda, Dolçe e mori çik si me inat këtë lojën dhe mendoj që është personazh hakmarrës dhe zakonisht njerëzit hakmarrës janë të këtillë. Luajnë me këtë monedhë, domethënë të prekin aty ku të djeg më së shumti, sepse ajo në lavanderi besoj që do të transmetohet të shtunën, e ka pranuar që nuk e dua Limin. Nuk e dua fare, domethënë nuk kam asnjë gjë me Limin. Thjesht është një lloj ndjesie dhe e ka thënë domethënë po shijojmë një diçka që ne na ka mbetur nga jashtë. Unë uroj që Alba të fiton të drejtën, sepse unë jam gjithmonë pro njerëzve të drejtë, më vjen shumë keq kur një femër lëndohet në këtë formë dhe të merr atë që në fakt ajo e meriton.